Miqtë e mi, përshëndetje. Personazhi i historisë sonë të sotme zbuloi se mungesa e dashurisë mund të çojë në një labirint. Ajo rrit me mendimin se ishte pa dëshiruar, e pa denjë për dashurinë. Kështu pranoi të jetonte me një gënjeshtër që e rrësoi. Ajo nuk e kuptonte rëndësinë e vërtetë të dashurisë, deri në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Miqtë e mi, po ndiqni Të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore. Histori këto që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 288. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Është habitshme që jemi rritur në të njëjtin vend. Jemi shkuar në të njëjtën shkollë dhe jemi njohur vetëm 3 javë më parë. Unë jam shumë e lumtur që të kam njohur, Luka. Edhe unë. Kjo ka qenë një javë e mrekullueshme, Stefania. A dëshiron të bëhesh e dashurime? Unë nuk e di, Luka. Unë dua të jesh vetëm me mua. Askush nuk ma ka kërkuar këtë gjë më parë. Po jam, po ta kërkoj unë. Unë të dua. Luka, nëse do që unë të bëhem e dashura jote, ka disa gjëra që duhet të disha rreth meje. Nuk kam pasur një jetë fort të këndshme. Ti nuk do doje të jetoje me dikë si puna ime. Personazhi i historisë sonë ishte vetëm 21 vjeç, por deri në atë moshë kishte pasur eksperienca që shumë gra nuk i kanë përjetuar në gjithë jetën e tyre. Historia e saj është tronditse. Për shkak të çështjeve delikate që trajtohen në këtë histori, sugjerojmë që fëmijët të shoqërohen nga prindrit. Isha 4 vjeç mëngjesin kur Imatu nis në Vietnam. Ai më përqafoi dhe më premtoi se shumë shpejt do kthehej. Ai ishte pjesë e forcave ajrore. Dhe gjatë 11 muajve që ishte larg, ne komunikonim me anë të kasetave. Një ditë dhjetori kur unë dhe nëna po gatuanim, disa burra erdhën në shtëpinë tonë dhe na informuan se babai kishte vdekur në një aksident ajror. Megjithse nuk më lejuan të merrja pjesë në varrim, vdekja e tij më bëri të ndihesha shumë e vetmuar. Nëna më ka thënë se për një vit unë nuk e pranoja vdekjen e tij. E doja Timat edhe mungesa e tij la një boshllëk të jashtëzakonshëm në jetën time. Ne u shpërngulëm në një tjetër qytet, në Michigan, për të jetuar me Dajen, duke lënë kështu prapa gjyshrit, të cilët ishin e vetmja influencë nga ana e besimit. Në moshën 5 vjeçare gjeta disa pornografi. Mendova se po të isha si vajzat në fotografi, atëherë do isha e lumtur. Nëna filloi të dilte me një burrë dhe më linte me 2 vajza që të kujdeseshin, por që abuzonin me mua. Sa vjeçe ishe atëherë? 6. Nuk i tregova askujt. Më pëlqente vëmendja. Sa keq që nuk i tregove as nënës. Ajo ishte e zënë me burrat. Kur unë isha 10 vjeç ajo martua dhe njërku im ishte një bashkëshorte dhe një baba i mirë. Ai më birësoi, por unë asnjëherë nuk u lidha me të. Më pas puna e tij bëri që të shpërnguleshim në Minneapolis. Kështu i ka larg abuzimit, por jo larg boshllëkut. Ndërkohë që rritesha, fillova të vesh rrobat provokuese për të tërhequr vëmendjen e djemve. Kjo ishte kur shkonim në të njëjtin gjimnaz? Po. Kur unë isha në klasën e 8, nëna lindi një fëmijë. Fillimisht e doja ti me motor, por më pas nisa të ndjeja xhelozi. Më dukej sikur nëna nuk më donte. Edhe nuk ishte më nevojë për mua. Ditën që babai u largua në Vietnam, më tha që të kujdesesha për të. Njëherë bëra sikur kisha pirë ilaçe për t'i dhënë fund jetës dhe ata më çuan menjëherë në spital. Thjesht po kërkoja vëmendje. Por më shtruan që të merrja një kurim 2 javor. U rebelova shumë. Stefani, më kanë thënë se nuk je ndjerë dhe aq mirë këtu. Dua të vi në shtëpi, mami. Ke nevojë të qëndrosh për një kohë të gjatë, bi. Unë nuk dua. Të kanë bërë disa pyetësor personaliteti që tregojnë se ke shqetësim me zemër. I kam plotësuar pyetësorët pa i lexuar, sepse nuk dua të ri këtu, mami. Atëherë unë duhet të këshillohem me ekspert, kështu që do të çojmë në një vend ku do të kesh më shumë për kujdesje. Ti nuk do e bëje nëse vërtet më do. Oh, sigurisht të dua, zemër. Prandaj po të çoj në një vend tjetër. Kalova 3 muaj në atë shtëpi për fëmijë me shqetësime mendore.
edhe isha e friksuar, e lënduar dhe e bindur se prindrit e mi nuk më donin. Por unë arrita të kem vëmendjen e djemve dhe fillova duhanin. Kur u ktheva në shtëpi fillova të dilja fshehurazi sepse tashmë nuk doja t'ja dija nëse do më ndodhte ndonjë gjë. Prindrit më kërkonin dhe kur më gjenin më sillnin në shtëpi. Por unë sërish arratisesha. Sa herë që largohesha, aq më shumë zemërim ndjeja brenda meje. Doja t'i lëndoja prindrit në të njëjtën mënyrë që më kishin lënduar. Stefani, nuk di më ku të çojmë. Atëherë pse nuk më lini të qetë? Nuk mundemi. Ne kemi përgjegjësi mbi ty, por ti ama na ke lodhur shumë. Gjithnjë duhet të lajmërojmë policinë për të t'i gjetur. E urrej jetën time. Edhe herën e fundit që policët më gjetën, ju më futët në çmendi për një javë. Ai vend ishte ferri për mua. A moj zemër, kaq e vështirë është të shkosh në shkollë dhe të kthehesh si fëmijë normal në shtëpi? Kush tha që un jam normale? Hë? Un kam rënë prej drogës dhe alkoolit. Çfarë? Stefani, çdo të mendonte babai yt nëse do të shihte në këto momente. Atëherë ne duhet të kurojmë edhe nga droga, moj bi. Unë e gënjeva nënën kur i thash se po përdorja drogë dhe alkool, por mësova gjithçka rreth tyre kur më shtruan në një qendër kuruese. Një natë ja mbatha dhe më mori një burr. Ai më çoi në apartamentin e tij dhe më drogoi. E vetmja gjë që mbaj mend është se kam qarë deri në momentin kur ai më la pranë shtëpisë time. 15 vjeç ishe? Po, ata më rikthyen në spitalin nga i cili isha larguar. Mund të kishin vrarë, Stefania. Gjërat u bën edhe më keq, Luka. Në moshën 16 vjeçare u largova nga prindrit edhe la shkollën e mesme. Shkova të jetoja në Minneapolis edhe mora me qira një dhomë. Gjithashtu nisa një punë në piceri. Çdo natë qaja. E kuptoja që kisha bërë një gabim të madh, por ishte shumë vonë për të kthyer prapa. Atje fillova të pija alkool dhe drogë. Flija me të gjithë. Nuk doja t'ja dija më për asgjë. Doja që me çdo kusht i lëndoja prindrit. Ndaj kur ata më vizitonin u thosha se tashmë isha një prostitut. Kjo ishte një tjetër gënjeshtër e imja, por ata më nxitën të shkoja për të jetuar në një shtëpi publike. E kuptoj qëllimin e tyre. Po. Me vajzat shkoja në vende ku kishte lojra me ecje militar. Natën e parë kur dola më arrestuan dhe një polic i quajtur Deni më ndihmoi. Stefani, je vetëm 16 vjeçe dhe ke gjithë jetën përpara. Pse merresh me këto gjëra? Mund të vritesh në këtë mënyrë. Ja ma që zonja sa të kujdesen për veten time. Mund të përfundosh e vdekur. Ku është familja jote? Ata nuk duan t'ja dim për mua. Nuk besoj se është e vërtet. Atëherë pse më përzen gjithnjë? Nuk dua të shkoj në burg. Nëse na tregon kush është personi që të trafikon, nuk ke për të shkuar në burg. Do të na ndihmosh ta kapim. Megjithëse ata nuk e kapën asnjëherë personin që kërkonin. Unë dola e lirë dhe u mundova të bëja një jetë ndryshe. Me ndihmën e prindërve arrita të marr diplomën e gjimnazit, edhe më pas diplomën si modele. Por vazhdoja të kërkoja vëmendjen e burrave, sepse mendoja se pamja e jashtme ishte gjithçka që mund të ofroja. Ishte si varësia ndaj drogës. Fillova shkollën për oficere dhe mbarova trajnimin fillestar, edhe për menaxhim. Më pas nuk isha më e interesuar sepse nuk më lejohej të isha aktive në detyrë, edhe kështu më liruan. Kur u ktheva në Minneapolis u lidha me një burr i cili më bëri për vete para se të kuptoja si ishte në të vërtetë. Ai më çoi në një shtëpi plot me vajza të reja dhe shikoja se si ato drejtonin një shërbim telefonik erotik. Si të duken vajzat e mia? Me sa duket atyre u pëlqen puna këtu. Por kjo nuk bën për mua. Është thjesht punë, sheqerkë. Harroj emocionet, zemra ime. Njëherë kur e provova më arrestuan. Po nuk e pse bën diçka që nuk të pëlqen zemër. Mirë. Mirë. Je shumë e bukur, Stefani. Mund kërcesh për mua? Si thua? Kjo po, Leo. Mua më pëlqen të kërcej. Mendoja se ai më donte dhe doja ta kënaqja në çdo mënyrë. Kështu që kërceja për të festave duke marrë vëmendjen që gjithnjë kisha dashur. Por më tërhiqnin brenda një humnere e cila linte shenja për gjithë jetën. Duke qenë se unë nuk e vlerësoja veten, as ai nuk më vlerësonte. Ai ishte xheloze dhe mosbesues dhe filloi të më dhunonte edhe të më rrihte. Mbi të gjitha ai filloi të më jepte edhe kokainë. Një natë kur po zbrisnim lagjen, ai më godiste vazhdimisht edhe kur disa policë kaluan aty pranë, ata nuk bën asgjë. Ai vazhdoi të më godiste edhe brenda në taksi.
por shoferi tha se nuk donte që makina e tij të ndotej me gjak. Kur mbritëm ai më rrahu derisa rash për tokë, duke u shtirur sikur kisha vdekur. Jo, Leo! Ngrihu vajzë. Au, jam I lodhur me të. Ajo nuk blen për asgjë. Flirton me të gjithë burrat. Ka raste kur nuk e duroj tot. Shkojmë lart. Kujdesem unë për ty. Dëgjoj këtu. Ti e di që unë të dua, por nuk më pëlqen kur ti shikon burrat e tjerë. Më çmend kur vepron në atë mënyrë. Tash më isha në Grack dhe mendja nuk më punonte. Kur I thash Leo se do ikja, ai më kërcënoi duke më thënë se do më vinte bombë në makinë. Ai mbante armë dhe shumë herë kisha frikë se mos më vriste. Ndaj fshihesha derisa ai të qetësohej. Gjithnjë përfundoja duke u kthyer tek ai. Një herë pasi ai më rrahu rënd, ja mbatha dhe me shumë vështirësi dola në rrugë, ku më mori një shofer kamioni dhe më çoi në spital. Spitali telefonoi prindrit e mi. Ah, Stefani, shiko si ke përfunduar moj çup. Çfarë të ka ndodhur kështu? Më rranë disa burra. Cilët burra? Nuk I njoh. O Zot, duhet të largohesh nga kjo lloj jete, moj zemër. Po pse nuk arrin ta kuptosh? Është I gjithë faji im. Nuk është e vërtet. Ai Leo e ka fajin për të gjitha. Stefani, zemër, nga nuk të kanë kërkuar. Ti more shpirt lig. Shiko se çfarë I ke bërë vajzës sime. Do të Unë të dua, zemër, po nuk do t'isha I aftë të lëndoja. Ti më përket mua dhe dua të kthesh në shtëpi. Do të kujdesem unë për ty. Stefani, ai po të gënjen, zemër. Të lutem mos shko me ta. Mos u shqetëso, mami. Nuk ma bërja I këtë. U largova nga spitali me Leon, personin që më kishte rrahur. Disa herë telefonoja nënën vetëm për t'i thënë se e doja. Për t'i thënë sa keq më vinte që jeta ime kishte shkuar deri në atë pikë. Për t'i thënë mirupafshim sepse mendoja se nuk do e shija më asnjëherë. Qëndrova me Leon për 3 vjet e gjysmë, duke jetuar në botën e kërcimit, prostitucionit, drogës, dhunës dhe turpit. Gjatë gjithë kohës mendoja se për këtë lloj jete isha krijuar. Disa herë Deni, polici që më kishte ndihmuar, u mundua të më ndërgjegjësonte. Çfarë të thoshte? Më thoshte se Leo ishte një ndër njerëzit më të rrezikshëm të qytetit. Një nga vajzat kishte përfunduar në karrige me rrota për shkak të tij, por duke qenë se ajo nuk e denonconte, nuk mund të provohej që ai ishte vërtet fajtori. Kjo është e pabesueshme. Ai luante me mendjen tonë. Luka, ai na bënte të ndjeshim sikur meritonim më të keqen. Frika ishte e brendshme. Edhe turpi. Nuk dua të flas për të gjitha gjërat që vërtet ndodhen. E si u largove përfundimisht prej tij? Motra e tij më tha se nëse nuk largohesha, ai do të më vriste. I telefonova prindërve të cilët më çuan në një shtëpi ku rinin gra të cilat ishin në rrezik. Kjo ishte 2 muaj më parë. Ke pasur një jetë vërtet të vështirë. Kjo është jeta ime. Tani e more vesh. Unë e kam ditur kohë më parë, Stefania. Jo me detaje, por e kam ditur llojin e jetës që ke bërë. E ke ditur? Po. Shoku im më tregoi gjithçka natën që u njohëm bashkë. Ai më tha të mos ngatrohesha me ty. Dhe ka të drejtë, Luka. Jo. Nuk ka të drejtë. Unë të dua, edhe do të largoj nga ajo jetë. Në ato kohë ndjesha shumë konfuze. Luka më donte, por unë nuk e njihja kuptimin e vërtetë të dashurisë. Kërkoja vazhdimisht vëmendje. Kështu e mora një ditë në vendin ku kisha jetuar. Ai u mërzit aq shumë sa u largua. Disa ditë më pas e kuptova se kisha gabuar dhe e telefonova. Në fund ai erdhi dhe më mori. Ne filluam të jetonim bashk, por të dy deheshim edhe merrnim drogë. Alo? Jam unë, mami. Të telefonova për të thënë se në vjesht do martohem. Me Lukën? Po. Kjo është fantastike, Stefani. Sa do doja që edhe nëna e tij të mendonte kështu. Shoku që më prezantoi me Lukën I tregoi asaj gjithçka për të shkuarën time. Jepi kohë që të mësohet. Njësoj ka për të qenë. I thash asaj se kam gabuar dhe se po mundohem t'i ndreq gabimet e mia. Por edhe ajo nuk ka faj. Cila nën do donte që djali I saj të martohej me dikë si puna ime? Dasma ishte shumë e bukur. Edhe të gjithë ata që ne ftuam erdhën. Shpresoja që me kalimin e kohës vjera të ndryshonte.
por ajo u bë edhe më e ftohtë. 10 muaj më pas mbeta shtatzën dhe shkova tek mjeku me nënën time. Isha mirë me shëndet. Oh, kjo është shumë emocionuese, Stefani. Do t'jetë mbesa ime e parë. Luka nuk ka për ta besuar. Unë nuk mendoja se mund të bëja fëmijë. Dukesh e shqetësuar, zemër. E po, të qenit nën është një përgjegjësi e madhe. Pyes veten nëse jam gati për këtë gjë. Sigurisht që je. Dhe madje, ti do t'jesh një nënë e mrekullueshme. Shpresoj të jetë kështu si thua ti. Nënës nuk i thash gjë, por unë dyshoja se mos isha me Sid. Nuk e njihja shumë zotin, por dija vetëm që ai ishte një person i veçantë për gjyshrit edhe babain tim. Shpresoja që ai të mos mund të shkonte për gjërat që kisha bërë. Ishte një mrekulli që nuk isha me Sid dhe pasi e mora vesh këtë gjë, zoti nuk më interesoi më. Vajza jon lindi një fëmijë i shëndetshëm, por unë vazhdoja të kërkoja vëmendjen e burrave. Gjë e cila shkaktoi grindje midis meje dhe tim shoqi. Ai nuk më besonte. Edhe kishte të drejtë. Kur vajza mbushi 2 vjeç, fillova punë si kamariere. Edhe një natë pasi u dea, përfundova duke tradhtuar tim shoq. I tregova atij të vërtetën. Sa do doja të mos më kishe telefonuar në punë për të më treguar këtë gjë, Stefania. Kisha frikë se po të ta thoja drejt për drejt ti do më godisje. Sigurisht që nuk do e bëja. Nuk do mund të prekja dot kurrë me dorë. Më vjen keq, Luka. E lash punën. Shpresoj që ti të mos më lësh tani. Dgjoj, nuk do të lë për 2 arsye. Arsyeja e parë është vajza. Nuk dua që ajo të rritet pa prindër. E dyta është se e dija shumë mirë që kur të martoheshim do i kishe këto lloj problemesh. Mendoja se do mund të ndryshoja. Mund të më falësh? Sigurisht. Pavarësisht çdo gjëje unë të dua dhe nuk dua të jetoj pa ty. Mosbesnikëria ime e preku martesën tonë, megjithatë ne qëndruam bashk. 2 vjet më pas ne u bë me djalë dhe ishte atëherë kur mua më filluan krizat e panikut. Gjithnjë pasi im shoq shtrihej për të fjetur. Për një kohë të gjatë nuk i thash asgjë. Edhe pse nuk më ke zgjuar? Më ndodh vetëm natën, edhe ti ke nevojë të flesh, zemër. Çfarë simptomash ke? Shoh makth dhe mbi të shkuarën time. Më pas zgjohem edhe ndjem prej diçkaje. Zemra më rre fort, më dhëm stomaku, më pas qëndroj te dera në mënyrë që të arratisem. Po unë nuk të kam lënduar asnjëherë. Kujtimet janë të tmerrshme, Luka. Ndonjëherë dua vetëm të iki sepse nuk di të kontrolloj dot mendimet. Doja të largohesha nga Minneapolisi, veçanërisht një natë kur shkuam në ushqimore dhe një djalë te kasa më njohu. Kur u ktheva i tregova Lukës. Duhet largohemi prej këtej, Luka. Pse? Ç'ka ndodhur? Një djalë në dyqan më ndoqi deri në vendin e parkimit. Tha se më mbante mend kur kërceja. Mu desh të rikthehesha në dyqan edhe ti telefonoja policisë që ta largoja. Policia më shoqëroi deri në shtëpi. Mirë ke bërë, zemër. Duhet largohemi prej këtej. Po vetëm prej kësaj? Kjo mund të përsëritet prap, Luka. Po mirë, po të paktën ku mendon se mund të shkojmë? Në Michigan. Kam jetuar atje pasi i mat vdiq në Vietnam. Atje askush nuk më njeh. Burri im i dashur la gjithçka dhe shkuam të jetonim në Michigan ku lindi vajza tjetër. Sa herë që isha shtatzan nuk pija dhe nuk flirtoja me burra. Pasi lindja, i kthehesha jetës së mëparshme. Vishesha në mënyrë provokuese. Vëmendja që ata më jepnin ishte më shumë si drogë se sa si alkool. Dhe im shoq nuk mund të bënte asgjë për të më ndaluar. Edhe pas një viti, asgjë nuk ndryshoi. Më pas u sëmura dhe Luka më çoi tek doktori. Sa shpejt mbaroi vizita? Si je? Ç'të tha doktori? Kjo është e tmerrshme, Luka. Jam sërish shtatzan. Po pse është e tmerrshme? Nuk e di nëse do mundem të merrem dot me 4 fëmijë. Kam akoma kriza paniku. I tregove doktori? Po, ai tha se nuk kam probleme me zemrën. Më tha se kam probleme me stresin. Marr me mend. Doktori e pasa shumë u mërzita kur më tha se isha sërish shtatzan. Ndaj kërkoj të na takonte të dyve para se të largoheshim. Ai tha se fëmijët janë bekim nga Perëndia. Nuk e kisha menduar këtë gjë më parë. Çdo gjë do të rregullohet, zemër. Do të rregullohet. Eja të shkojmë te doktori. Ai më ndihmoi me atë që më tha. Djali i dytë lindi në 1983-shin dhe doktori kishte të drejtë. Ai ishte bekim. Në fund të vitit miqt nga Minneapolisi erdhën për të na vizituar
dhe një natë folën për Biblën. Dikush foli për ardhjen e dytë të Krishtit. Nuk i kisha dëgjuar asnjëherë më parë ato gjëra, por e dija se ai nuk do të më merrte me vete. Jo pas asaj jete që kisha pasur. Më pas pash disa programe televizive me profecitë e Biblës, edhe kështu fillova të ndjeja peshën e mëkatit tim. Një çift që njihnim humbën fëmijën e tyre 3 vjeçar në një aksident me makinë. Ata ishin të krishterë dhe treguan një forcë edhe një paqe të jashtëzakonshme që më bëri shumë përshtypje. Në varrim pastori mbajti një fjalim dhe mu duk sikur mu drejtua mua personalisht. Dëgjoni çfarë tha Jezusi te Ungjilli i Gjonit kapitulli 3. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta gjykojë botën, por që bota të shpëtohet me anë të tij. Ai që beson në të nuk gjykohet, por ai që nuk beson tashmë është gjykuar sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. Dhe gjyqi është ky: drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Ai po flet me mua. Por ne kemi shpresë në Krishtin, në sakrificën e tij për mëkatet tona, ringjalljen e tij prej së vdekurish. Duke qenë se ai jeton, ne mund të kemi forcën e tij brenda nesh që na bën të lirë nga prangat e mëkatit. Apo jetoni me ndjenjën e turpit? A keni frikë nga e ardhmja? Ka e di ky që un jam këtu. Jezusi erdhi për t'ju bërë të lirë, për t'ju dhënë jetë të re. Te Gjoni kapitulli 11, vargjet 25 dhe 26, ai tha: Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua edhe në vdekt, do jetoj. Dhe kushdo që jeton e beson në mua, nuk do të vdes as pak për jetë. A e beson këtë? Mbase dikujt i duket sikur po flas personalisht me të, por është fryma e shenjtë e Perëndisë që po ju fton të vini tek Jezu Krishti. Ai do t'ju fal dhe do t'ju jap një jetë me bollëk. Zoti po më vinte para vendimit për ta ndjekur atë dhe mua më dukej sikur po çmendesha. Më pas nëna e fëmijës që kishte vdekur, më ftoi në një nga studimet e tyre biblike ku u fol për rilindjen. I pyeta se çfarë ishte, edhe ata më thanë të lexoja Ungjillin sipas Gjonit. Më treguan se ku ndodhej në Bibël dhe më shpjeguan se si Bibla ishte e ndarë në 2 pjesë, dhjata e vjetër dhe dhjata e re. Atë natë kur shkova në shtëpi, e lexova të gjithë librin e Gjonit. Ditën tjetër takova gruan e pastorit në kish, dhe pasi ajo më shpjegoi dhuratën e shpëtimit që Perëndia ofron, ajo u lut me mua. Por kur u ktheva në shtëpi, unë u luta sërish. Perëndi, më vjen keq për të gjitha mëkatet e mia. A mund të më falësh? Të lutem. Kam nevojë të më ndryshosh edhe të më ndihmosh të jetoj për ty. Unë e besoj se Jezusi është biri i Perëndisë, edhe se vdiq për mëkatet e mia. Dua që ai të bëhet shpëtimtari im. Dua vërtet që ai të vi dhe të jetoj brenda meje, dhe të mos më lër asnjëherë. Faleminderit Zot. Për çfarë dohet të flisnim, Stefania? Ti e di që un kam filluar të shkoj në kish. Po, edhe më vjen mirë. Perëndia ka qenë duke më folur këto 2 muajt e fundit. Një javë më parë u pendova për mëkatet e mia. U luta dhe i kërkova Jezusit të vinte në zemrën time, edhe të bëhesh shpëtimtari im. Dhe ai e bëri, Luka. Unë jam e rilindur. Ditën tjetër u ndjeva si një njeri i ri. Çdo gjë është ndryshe për mua. Fëmijët, ti, madje edhe bota jashtë. Sa mirë. Fillimisht kisha frikë se mos ai nuk do më falte për mëkatet e shumta që kisha bërë. Por tani ndjehem ndryshe. E di që ai më ka falur sepse Bibla vetë thot. Nuk di çfarë të them. Një ditë kur po dëgjoja radion, fillova të kërceja. Por Zoti më bëri të ndjehesha fajtore, kështu që e hoqa muzikën. Ai ma ka hequr edhe dëshirën për të marrë drogë, alkool, apo edhe vëmendjen e burrave, Luka. Wow. Kjo po që më gëzon. Është mrekulli. Kam jetuar me atë nevojë për gjithë jetën time. Tani pyes veten ku shkoj. Shpresoj të mos e kesh më. Jam e sigurt që jo. Jezusi më ka bërë të lirë. Koha do ta tregoj. Edhe pse Luka nuk ishte dëshirë të merrej me besimin, unë i merrja fëmijët me vete në kish edhe lutesha për ta. Unë u shpëtova në 1994 dhe luftoja me veten. Dhe 5 vitet e para ndëshkoja veten. Por Zoti ishte gjithnjë me mua, duke punuar me zemrën time. E ndava ungjillin me të gjithë familjen. A i ke akoma ato krizat e panikut, Stefani? Ndonjëherë, por që prej shpëtimit nuk jam më si dikur. Mbase me kalimin e
Po mësoj shumë gjëra për Zotin, mami. Të kujtohet kur shkoja në shtëpinë e gjyshërve dhe ata kishin pranë njerëz nga kisha e tyre. Të kujtohet kur luteshin para se të hanin dhe dëgjonin radio të Krishterë. Më kujtohet kështu si në tym. Perëndia mbolli farën e besimit brenda meje që në atë kohë. Para se gjyshi të vdiste më tha të mos e harroja Jezusin. Zoti është madhështor. Gjatë viteve që kam qenë e humbur, ai më ka mbrojtur. Mami, ne të gjithë jemi mëkatar. Bibla e thot këtë. Ne jemi privuar nga lavdia e Perëndis. Mëkatet na kanë ndarë prej tij. Mos ju fut shumë këtyre gjërave. Ti duhet lexosh Lukën kapitulli 7, mami. Historinë e mëkatares, e cila erdhi tek Jezusi, i lau këmbët e tij me lot, edhe ja fshiu me flok. Kjo më pasqyron mua, mami. Jezusi e fali atë dhe e pranoi, ashtu siç bëri edhe me mua. Në vitin 2000 më shoq pranoi Krishtin dhe vazhdimisht Zoti më ka treguar atë që dashuria është në të vërtetë. Të duash më të mirën për të tjerët dhe të jesh i gatshëm të japësh jetën tënde për ta. Kjo është ajo që Jezusi bëri në mënyrë që ne të marrim faljen e Perëndis, edhe dhuratën e jetës së përjetshme. Ai është autori i besimit tim, i cili vazhdon të më shërojë. Ai do bëjë të njëjtën gjë edhe me ju. Tek letra e Romakëve në kapitullin 10 në vargjet 9 dhe 10 thuhet: sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Pendohuni për mëkatet tuaja, ftojini Krishtin në zemrën dhe në jetën tuaj tani, dhe ai do t'ju jap një jetë të re. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programi me numër 288. Kjo ishte historia e vërtetë e Stefanis. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herën e ardhshme bashk, miru dëgjofshim.